lidhjes demokratike të Kosovës këtu në këtë sallë, anë mban Kosovës e në mërgatën tonë. Mërgatë e dashur që sytë dhe zemrën e keni gjithmonë me Kosovën, të rinj e të reja që votoni për herë të parë. Gra e nana që zgjoheni çdo ditë me frikën që fëmijët tuaj mund të marrin rrugën e mërgimit. Rrugovist të përbetuar, familje nga e gjithë Kosova. Popull i dashur i Republikës së Kosovës, po e rinisim këtë rrugë më të bashkuar dhe më të fortë se kurrë, me besim të pathyeshëm në Zot, me besim në shtet e me besim në familje. Po e nisim duke lidhur besën me njëri tjetrin e duke u betuar para popullit e para Zotit se këtë shtet që e kemi amanet të rrugovës e të dëshmorve nuk do ta lëm që të shkatërrohet nga përçarjet, por do ta ndërtojmë edhe më shumë, do ta zhvillojmë edhe më shumë, do ta integrojmë edhe më shumë e do ta mbrojmë edhe më shumë. Po e rinisim këtë rrugë. Po e rinisim këtë rrugë. Po e rinisim këtë rrugë të gjithë së bashku në këtë shtëpi të madhe, nga shtëpia jone përbashkët, kur ndon mbi supe trashëgimia më e çmuar politike, e cila ka trasuar rrugën e mbijetesës sonë kombëtare dhe të krijimit të shtetit më të ri të Evropës, Republikës së Kosovës. Po ve vazhdojmë këtë rrugë pikërisht aty ku kishte nisur me 3 postulatet e shejta: liri, pavarësi, demokraci. Dua, qysh në fillim, t'ju them faleminderit. Faleminderit të gjithëve për përzemërsinë, për gjithë mbështetjen dhe dashurinë që na dhatë në këtë rrugtim të bashkimit tonë. Faleminderit që nga veprimtarët dhe aktivistët tonë në çdo fshat, në çdo qytet, e në çdo lagje, e deri te kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku për përkrahjen e madhe që ma dhatë. Me Lumirin, kandidatin ton për kryeministër, dhe me secilin prej jush, jemi bashkë në misionin ton për një Kosovë më të fortë e më të pathyeshme. Kosovën që ecën përpara me rinin e saj, Kosovën që askush nuk do të mund t'ja ndalë hapin, Kosovën që na e lan amanet, ata që e bën të mundur që ne të qëndrojmë sot këtu, pa frikë, në një republik të lirë e demokratike. Prandaj kushtrimin tuaj, kthehu në shtëpi, e kam kuptuar si imperativ politik e moral për rikthim të vizioni i Kosovës që nuk u ndërtua mbi përçarje, por mbi shtetformim, mbi dinjitet, dhe mbi aleancën e pathyeshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me botën demokratike. Prandaj sot e themi para jush se jemi përbashkë në këtë shtëpi politike për të vazhduar një mision i cili nuk është përfunduar akoma. Duke u bashkuar rreth trashëgimisë së presidentit historik Ibrahim Rugova e duke riafirmuar se Kosova nuk mund të jetë asnjëherë instrument i kalkulimeve të ngushta politike
sepse është projekt i sakrificës dhe i besimit. Prandaj edhe e kam pranuar këtë përgjithësi me vendosmëri dhe me vetdijen e plot, se pikrisht ky është momenti për ta kthyer Kosovën në rrugën e saj të natyrshme, të fortë brenda e të respektuar jashtë, të bashkuar për brenda e të palëkundur në miqësinë me aleatët tonë, sepse vetëm kështu Kosova e mban premtimin e saj historik dhe vetëm kështu i mbetet besnike sakrificës së dëshmorëve e martirëve, të cilëve u jemi për jetë mirënjohës. Motra e vlezër, ka njerëz që thonë se rrugovizmi është vetëm histori. Ka njerëz që thonë se rrugovizmi i takon veç të kaluarës. Por unë ju them sonte, rrugovizmi nuk është relikti së kaluarës. Rrugovizmi është ideja më moderne që ka njohur populli shqiptar në historinë e ekzistencës së vet. Prandaj, rrugovizmi i takon së ardhmës, sepse rrugova kuptoj shumë herët diçka që të tjerët akoma nuk e kanë kuptuar. Shteti nuk mbahet me zhurmë me kaos. Shteti mbahet me dije, me aleat, me institucione dhe me dinjitet. Kur të tjerët mendonin vetëm për pushtet, rrugova mendonte për Kosovën në Evropë dhe për miqësinë e përhershme me Amerikën. Kur të tjerët mbillnin frikë, rrugova mbillte shpresë. Kur të tjerët shanin e përçanin, ai ndërtonte miqësi me botën demokratike. Kur të tjerët e përqeshnin e kërcnonin, ai i ofronte, ai i bashkonte dhe ai i bënte pjesë të institucioneve. Dhe sot shikoni për rreth, në një kohë përçarjesh dhe në një kohë arrogance politike, a nuk duket rrugovizmi më aktual se kur? Unë them po të madhe, sepse rrugovizmi është politik me moral, rrugovizmi është shtet me dinjitet, rrugovizmi është Kosovë perëndimore, demokratike dhe krenare. Rrugova asnjëherë nuk ndërtoi kult force, ai ndërtoi kulturë shteti. Në kohën e propagandës, manipulimeve, polarizimit, është pikërisht rrugovizmi që mbetet ideja më e avancuar politike shqiptare që e mbron interesin ton kombëtar. Prandaj, let vinë e t'ju dëgjojnë juve e ta shohin se rrugovizmi jeton fuqishëm, sepse ndërton shtet të fortë pa e humbur njerëzorën dhe demokraci të fortë pa e humbur tolerancën. Sepse rrugova nuk na la thjesht një shtet për ta mbrojtur, por na la edhe një mënyrë për ta udhëhequr atë. Sepse sa herë Kosova ka nevojë për urtësi, kthehet te rrugova. Sa herë Kosova ka nevojë për orientim, kthehet te rrugova. Sa herë Kosova ka nevojë për dinjitet shtetëror, kthehet te rrugova. Dhe sa herë Kosova ka nevojë për bashkim, kthehet te lidhja demokratike e Kosovës.
Ngrihuni me krenari, bashkohuni për Kosovën që nuk përkulet dhe nuk nënshtrohet kur. Kjo është e ardhmja.